Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 33 vjeçe dhe jetoj në një fshat të vogël të Shqipërisë. Nuk është një vend shumë i madh, por është i qetë me shtëpi të shpërndara mes kopshteve dhe me ara që shtrihen përreth deri në kodrat e buta. Këtu njerëzit njihen pothuajse të gjithë me njëri tjetrin dhe çdo histori përhapet shumë shpejt. Unë jam rritur në këtë fshat dhe jam mësuar me jetën e tij. Mëngjeset e hershme, erën e tokës, pas shiut, zhurmën e traktorëve që kalojnë për rrugët e ngushta dhe bisedat e gjata në hijen e ndonjë peme gjatë verës. Prej disa vitesh merrem vetë me tokën e familjes. Kur babai im u plak dhe nuk mundi më të punonte si më parë, dikush duhej të kujdesej për arën. Në fillim menduam ta jepnim me qera, por mua më vinte keq ta shija tokën që kishte punuar familja ime për vite me radhë në duart e dikujt tjetër. Kështu vendosa ta provoj vetë. Nuk ishte e lehtë në fillim. Puna e tokës kërkon forcë dhe durim. Ka ditë kur dielli është i fortë dhe djersa të shkon në sy. Ka ditë kur shiu prish gjithë planin që ti kishe bërë. Por ka edhe diçka shumë të bukur në këtë punë. Kur e shet tokën të gjallërohet, kur mbjell diçka dhe pas disa javësh fillon të shfaqen gjethet e para, ndjen një lloj kënaqësie që është e vështirë ta përshkruash. Unë zakonisht zgjohem herët, para se dielli të bëhet shumë i fortë, marr veglat dhe dal në arë. Ajri në atë orë është i freskët dhe toka ka një aromë të veçantë që vjen nga lagështia e natës. Në fillim punoja vetëm, por shumë shpejt e kuptova se në fshat është pothuajse e pamundur të jesh plotësisht vetëm. Gjithmonë kalon dikush, një traktor që shkon për në arën tjetër, një fqinj që del të shoh pemët e tij, një bari që kalon me bagëtit, dhe zakonisht të gjithë ndalen për pak minuta për të bërë muhabet me mua. Por ka edhe një gjë tjetër për të cilën më ngacmojnë shpesh. Në fshat njerëzit janë shumë të drejtë për drejtë dhe bëjnë shaka pa shumë filtra. Që kur fillova të punoj tokën vetë, burrat e fshatit kanë filluar të bëjnë komplimente. Por ti që ke një bujke shumë e bukur, më thonë, ose ndonjëherë mos puno kaq shumë se na turproven e të tjerëve. Por ajo që e dëgjoj më shpesh është kjo. Ti nuk je për këtë punë, je shumë josh se për në arë. Në fillim më vinte pak turp kur dëgjoja këto gjëra. Nuk isha mësuar që të isha në mes të kaq shumë burrave, por me kalimin e kohës u mësova. Në fakt, shumica e tyre nuk e thonë me qëllim të keq. Është mënyra e tyre për të bërë humor dhe për të bërë punën më të lehtë. Një nga momentet që më kujtohet më shumë ndodhi një pasditë vere. Unë po përpiqesha të rregulloja një pjesë të tokës që ishte bërë shumë e fortë nga dielli. Po mundoja dheun me kazëm dhe po lodhesha shumë. Në atë moment kaloi një ndër fqinjët tanë me traktor. Ai ndaloi më pa për disa sekonda dhe tha duke qeshur: "Po çfarë po bën kështu? Do ta prishësh tokën në dorë." Pastaj shtoi: "Lëre pak se këtë punë do ta bëjmë ne." Brenda pak minutash ai e punoi gjithë atë pjesë me traktor. Ndërsa po largohej bërtiti nga larg. "Mos puno shumë se po na shpërqendron gjithë fshatin." Dhe unë qesha, sepse në një farë mënyre kjo është bërë pjesë e përditshmërisë time. Në fshat çdo gjë shoqërohet me pak humor. Edhe puna më e lodhshme bëhet më e lehtë kur njerëzit qeshin dhe bëjnë shaka. Sot ara ime është shumë e bukur se në fillim. Ka mbjell domate, speca, kunguj dhe disa pemë frutore. Në verë gjithçka bëhet e gjelbër dhe plot jetë. Kur fryn era, gjethet lëvizin dhe duket sikur toka merr frym. Shpesh
Ulem në një stol të vogël në skaj të arës dhe shikoj gjithë atë që kam arritur të bëj. Ndonjëherë kalon ndonjë nga burrat e fshatit dhe më thot me shaka: "Mos rri shumë në diell se do të na prishësh reputacionin." Sipas tyre një grua si unë nuk duhet të jetë në mes të arës me çizme dhe me duar të mbushura me dhe. Por mua nuk më shqetëson, sepse në fund të ditës e di që shumica prej tyre në fakt më respektojnë për këtë që bëj, dhe kështu vazhdon jeta ime. Unë punoj tokën në arë, ndërkohë që burrat e fshatit vazhdojnë të më ngacmojnë dhe të bëjnë shaka, sepse sipas tyre jam një grua shumë e bukur për një punë kaq të ashpër.